Pamjet që sapo i pat janë të një përleshje fizike që ndodhi mes dy kirurgëve brenda QKUK-s javë më parë. Ngjarja kishte shkaktuar reagime të mëdha në opinionin publik, përderisa Gazeta Nacionale ka siguruar ekskluzivisht pamjet e incidentit. Fillimisht për të sqaruar se ngjarja kishte ndodhur në klinikën e kirurgjisë së fëmijëve, ku të përfshirë ishin kirurgët Gjevdet Ademaj dhe Baton Kelmendi. Ishte raportuar se gjithçka kishte nisur disa ditë përpara, me një përplasje verbale e fjalosje në dy mbledhje, ku ishin të dy, Ademaj e Kelmendi. Konflikti më pas eskaloi në fizik. Bazuar në pamjet e siguruara nga Nacionale, shihet komplet ngjarja. Personi që është në telefon dhe po priste ashensorin është kirurgu Baton Kelmendi. Në atë moment, në korridor shfaqet Gjevdet Ademaj, i cili kur afrohet ashensorit duket se ja jep një goditje Kelmendit. Bazuar në pamje, nuk shihet të ketë pasur ndonjë komunikim mes të dyve. Më pas, përleshja mes tyre vazhdon, derisa një person tjetër shihet teksa afrohet t'i ndajë. Drejtori i kirurgjisë së fëmijëve, Sejdi Statovci, pas rastit, ishte prononcuar për media, duke bërë të ditur se ndaj dy kirurgëve ishte nisur procedurë disiplinore. Më pas, Komisioni Disiplinor vendosi që të dy kirurgët, Ademaj dhe Kelmendi, të suspendohen për një periudhë prej 6 muajsh. Rasti u injicua si sulm dhe prokuria në Prishtinë bashkë me policinë bën të ditur se do të vazhdojnë hetimet. Nacionali do të dërgojë pyetje në shërbimin spitalor klinik e Universitar të Kosovës për të kuptuar detaje se çka ka ndodhur tutje me rastin.